Artisti nga Berati Arben Golemi prezentoi punimet e tij përmes ekspozitës Ishulli i Pinguinëve në Galerinë Arte të Shkodrës. Ekspozita përmbledh pikturat e realizuara ndër vite, ku autori synon të lërë të lirë interpretimin dhe mendimin e publikut. Unë jam munduar të zgjedh disa nga pikturat e cikleve të mia, domethënë të jetë një ekspozitë retrospektive, jo e si ta thuash e kanonizuar me një cikël të vetëm, sepse doja që të isha sa më i përfaqësuar në këtë ekspozitë. Arti është i lirë dhe unë jam i lirë. Gjithë se cili që e shikon, qoftë Beratin, qoftë New Yorkun, qoftë Pemët, ai reagon dhe hyn në rezonancë sipas mënyrës vet. Jo vetëm sonte, po për 2 javë të plota, një ekspozitë në dimensionet e saja të plota, jo vetëm të madhështisë formale, të veprave në dimension të madh që vjen, por të asaj të një lloj përpjekje ose të një lloj betejë që bën artisti për të kontrolluar madhështinë. Dhe artisti i sonshëm, personazhi i ftuar Arben Golemi, për mendimin ton si galeri, ne kishim kohë që po e prisnim dhe e kërkonim të na vinte pranë ambienteve tona. Ai vjen me një fuqi ekspozuese dhe me një estetikë që ngërthen traditën piktorike të shkollës shqiptare dhe tendencën për një pikturë bashkëkohore shqiptare që mas miri ka të realizuar, ka të pjekura si punë, gati deri në nivelin një lloj ceramiket personale që ai ndërton me pikturën e tij. Ekspozita Ishulli i Pinguinëve do të qëndrojë hapur për 2 javë.